Çuditëra shqiptare. Dollapi I vjetër I rrobave kthehet në dhomën e fshehtë të votimit. Një situatë e pazakontë po ndodh në fshatin Zham të Lushnjës. Një dollap I vjetër në qendër shëndetësore të fshatit Zhan në këtë ditë zgjedhjesh është kthyer në dhomë votimi. Qytetarët janë futur në dollapin e kthyer në dhomë votimi ku kanë ushtruar të drejtën e votimit.